Kosova, Shqipëria dhe Kroacia e nënshkruan një deklaratë për ta forcuar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, gjë që nxiti reagime në Serbi. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e quajti propagandë pretendimin e Serbisë se nënshkrimi i kësaj marrëveshje është veprim kërcënues për ata. E para e vendit tha se Serbia është i vetmi burim destabiliteti në rajon. Marrëveshja trilaterale ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë synon pikërisht këtë, që t'i ndihmojmë njëra tjetrës për të ngritur kapacitetet e mbrojtjes, pra për ta mbrojtur vetveten dhe asnjëherë për ta sulmuar dikë. Ndër të tjera, Osmani tha se historikisht shtetet agresore, siç është Serbia dhe Rusia, vazhdimisht tentojnë të paraqiten si viktima. Është interesante që historikisht shtetet agresore, siç janë Serbia e Rusia, vazhdimisht tentojnë të paraqiten si viktima. Pra nëse i shihni deklarimet e tyre qesharake, përkundër faktit që ka një histori sulmesh. Të martën e 18 marsit, në kuadër të forcimit të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, u nënshkrua deklarata e përbashkët trepalshe midis Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës.